Po mu I po të me pina që. Po hëgjë, tashti mund ka baba në luft, edhe tashti ty gjemë të azës, tashti tim pak një problem se tashti pyte është a lejohet me darë që mund të helpojnë, sarë si t'vjen data rënjës, bëhet një vartopim I vogël, jo kështu me marrë të të diçka, po matë më thonë që ty mbledhen disa njerëz. Edhe tashti na 2-3 kemi tentuar me banë mos me shku, po njerëzit me ne fillu në klasën, edhe. Edhe për ty jam të azës, edhe për bo. Të më thonë, që është ajo puna këta sa, panë me marrë pjesë, Nuk prish punë, nuk prish punë me marrë pjesë, ti llogarit si vizitë varezave. Vizita e varezave nuk ka kohë kufizu, mund të shku për ditë. Çdo ditë mund të shku. Mund të më shku disa herë në ditë, nuk ka ne kufi kur më shku edhe. Ti llogarit si vizitë varezave, për me dhon selam, dhe vdekurve të varrosun aty, për me kujtu ahiretin, për me marrë një mësim për vete, në atë kuptim, dhe pastaj me shfrytëzuar 20 tipet mundësia, me kujtu edhe tjerëve këto gjëra, që janë pranë shëhet. A me përgatitur në fletushka, në libër, me dhona në CD, për shembull. Ata e bëjnë për qëllime tjera, ti e bën për qëllime tjera, edhe pse është vepra e njëjtë. Po ti mundot ta materializosh atë për ti vao darë, nuk prish punë për remisht inshallah, nëse s'bëhet nevojë për gabim gjatë vizitës, domethënë të varezave. Normalisht me kohë që mos jetë ajo e përhershme e vazhdueshme në atë kohë, po derisa janë, domethënë, si thotë ajo, gjakat e nxehtë dhe vullneti I fortë, s'prish punë, pas herë, ndonjëherë mungon, ndonjëherë s'mungon. Për me largu edhe akuzat edhe për mos me bëni vepër që ndoshta mund shndrohet në bidat apo gabime. Hoxha, shumë më çeshte se tash të dobime po edhe lavdi. Thotë lavdi dashmore. Dhe kur kemi biseda sipër me shumicën, madje plus me disa prej komandantëve, që kur kemi vetë pse po thoni lavdi, a keni qenë madhrimin apo diçka kanë thonë jo, respektin. Kjo aspekt çu po, na kemi në version të tjerë po të me ditë. Ja, lavdi nuk është fjalë problematike, se dihen gjuhën shqipe çka do të thonë fjala lavdi. Domthon respekt edhe lavd për kontributin gjigant madhështor që ke bërë. Dhe kjo nuk është madhrim. Domthon nuk është madhrim kuptimin arritjes në adhurim, domthon. Kjo është e shprehje mirënjohjen, falënderimin, respektin dhe lavdin tim ndaj teje për kontributin që ke dhënë. Dhe kjo nuk është problem fatalisht. Edhe përdoret domthon, edhe mujahidët e përdorin faktikisht kur lavdrojnë dikën domthon, se lavdi qoftë atij I cili edhe ajetë domthon, nuk është ndonjë çështje problematike në aspektin fetar. Tjetër është domthon minuti heqjes, tjetër është mohabeti, ama kjo konkretisht me shpeket lavdi qoftë për filanin domthon, nuk është problem. Vetëm minuti heqjes. Ato më veçojnë janë adete domthon komunizmit, krishterizmit që s'kan vënë me neve dhe normalisht nuk do të na mi legjitimu ato atë. Nëse e bën pjesërisht është diçka tjetër, ama nuk legjitimohet ajo edhe si rast. A kjo nuk ka travavir, thjesht një manifestim domthon I respektit që ki për vrarjen që është I varrosun aty. Për dëshmorin këtë rast konkretisht.